Moderatorja e dashur për publikun shqiptar, Kiara Tito, ka ndarë një tjetër copës nga përditshmëria e saj plot dashuri dhe jetë familjare. Në një foto të publikuar në Instagram, ajo shfaq vogëlushen e saj Luna Mari, duke ecur përdore me një nga familjarët e saj, në një ambient të bukur dhe të gjelbëruar pranë Tajvanit në Tiranës. Vogëlushja, e veshur me thjeshtësi dhe ëmbëlsi, duket plot energji dhe kureshtje për gjithçka që e rrethon, ndërkohë që ndjek hap pas hapi çdo gjë të re me një buzëqeshje të sinqertë dhe të pafajshme që të rrëmben zemrën. Kiara, me tiparin e saj të zakonshëm të humorit të lehtë dhe të ngrohtë, ka vendosur mbi foton një mbishkrim që ka shkaktuar buzëqeshje të ndjekësit, që kam ankuar kot më përpara. Nuk ka gjë që e mban në një vend Lunën. Me këtë frazë, moderatorja shpreh realitetin e një nëne që kupton se me kalimin e kohës energjia dhe lëvizshmëria e fëmijës vetëm sa shtohen, dhe asgjë nuk mund ta ndalë Lunën në eksplorimin e botës. Kjo foto e thjesht por jashtëzakonisht e ndjerë është pritur me shumë dashuri nga ndjekësit, të cilët janë mësuar tashmë me përditësimet plot ngrohtësi dhe përmbajtje pozitive nga jeta familjare e Luizit, Kiares dhe Lunës. Komentet e shumta të cilat vërshuan menjëherë tregojnë sa shumë është lidhur publiku me këtë familje, duke ndjekur çdo hap të tyre me gëzim dhe përkushtim. Nuk ka dyshim se Kiara, përmes këtyre postimeve të vogla, arrin të ndajë me publikun një pjesë të vërtetë dhe të bukur të jetës së saj, duke sjellë emocione të forta dhe një ndjenjë të ëmbël afërsie. Ndërsa Luna rritet çdo ditë sjell momente të reja për të ndarë, e kjo e bën këtë rrugëtim edhe më të veçantë për fansat që po rriten së bashku me të. Ndërkohë që vogëlushja Luna Mari rritet dita ditës, çdo hap i saj po dokumentohet me dashuri nga Kiara, duke e kthyer këtë periudhë në një kujtim të paharrueshëm jo vetëm për familjen, por edhe për mijëra ndjekës që e ndjejnë veten pjesë të kësaj rruge të bukur. E shohim Lunën si një fëmijë plot jetë, energji dhe dritë që përbën qendrën e botës së Kiares dhe Luizit, një çift që tashmë ka krijuar një familje që përfaqëson dashurinë, përkushtimin dhe bashkëjetesën me vlera të forta. E si mund të mos emocionohesh kur sheh një nën që i përkushtohet fëmijës me kaq butësi dhe krenari, duke ndarë jo luksin apo madhështinë, por thjesht momentet e vogla, ato që në fund mbeten më të mëdhtë. Dhe kështu, çdo postim nga Kiara, çdo buzëqeshje e Lunës dhe çdo shëtitje pranë liçenit, kthehet në një kujtim të bukur që shkrin rrjetin dhe afron edhe më shumë këtë familje me publikun shqiptar.